Ndeshja mes Interit dhe Atalantës në fundjavë është mbyllur me tension dhe i përfshirë në kaosin pas duelit ka qenë dhe kapiteni i kombëtares Berat Gjimshiti, i cili nuk është kursyer ndaj zëvendës trajnerit serb të Interit Aleksandar Kolarov. Gjithçka nisi pas përfundimit të sfidës kur Kolarov hyri në fushë dhe ju drejtua gjyqtarit duke kërkuar shpjegime. Ai shtyu derun të Atalantës dhe ky fundit ju përgjigj me Gjimshitin, i cili fillimisht ndërhyri për t'i ndarë. Por më pas, edhe mes Kolarov dhe Gjimshitit nisën shkëndija dhe e pati thuajse një kacafytje mes tyre me pjesëtarët e të dy skuadrave që i ndanë për të shmangur një përshkallëzim, por mbrojtësi shqiptar nuk utëroi që të për më tepër ftoi Kolarovin për duel në dhomat e zhveshjeve para se të largohej nga terreni i San Siros.